dhe kanë fjalën për media. Guri Qam është tek Rona Hellun. Rona Hellun është e Leshës. Kështu që këta ekspertë që kanë bërë ekspertizën dhe kanë paraqit pronën në pozicionin e rrjollit, këta kanë bërë falsifikimin e plot. Pra, nëse dokumenti i tij do të ishte i saktë, ata do të ishin tek Rona Hellun. Sikur e marrim, sikur është e vërtet dokumenti i tij. Unë duhet të them këtë, që ekspertët të thirrën dhe të vënë para përgjegjësisë se përse e kanë përcaktuar vendodhjen e pronës po në atë pozicion sa është. Një nga kryesorët është Fatmir Shpellza. Fatmir Shpellza është autori. Këtë e lash jo për në fund, por para fundit për arsye sepse ky person ka luajtur të gjithë rolet me njerëz të fuqishëm, cilët nuk jetojnë sot, po ata që jetojnë s'pash në nevojë të japin memrat, po e din vetë Fatmir Shpellza, dhe të gjithë këta persona që unë i përmenda më sipër kanë qenë aktor në falsifikimet e dokumentacionit. Një nga kërkesat e mia që i kam pas paku që është kyç është Arben Selim Kopliku. Arben Selim Kopliku është një nga hipotekusit e vitit 93 deri në 98 ka qenë drejtues hipoteke në rrethin e Shkodrës. Ky ka lëshuar dokumentin e vërtetimit pronësisë timin dhe këtyne fshatarëve këtu dhe ka lëshuar njëkohësisht edhe të zotërisë në fjalë. Megjithse, dokumenti i Fatmir Shpellzës nuk ka emrin e tij dhe ka një femër. Pra, emri që përdoret në vërtetimin e pronësisë së zotit Fatmir Shpellza, që ka marrë pronën, është një femër. Atëherë, unë i them spak, jepi drejtim dhe shikoje se cili person ka qenë ky person që ka lëshuar këtë vërtetim pronësie. Ka qenë Arben Selim Kopliku që për mua është i në rum, apo ka qenë një femër tjetër në detyrë. Nëse ka pas dy hipoteza. Kush është zonja? Zonja nuk jam më men emrin, por në studion opinion mund ta gjesh sepse e dha emrin, por edhe ai nuk e dite se kush është, më duket se është kjo, por do ta gjej prokuroria. Kjo është ajo më kryesorja që vërteton dokumentin është i falsifikuar ajo. Nëse Arben Selim Kopliku thotë që e kam lëshuar vet, atëherë do të përballet dokumenti im me dokumentin e ati sipas vjetërsisë së dokumentit, sipas vjetërsisë së bojës që është shkruar me mbi e zeza mbi të bardhë, del se vërtetimi i pronësisë imi i cilit vit është dhe vërtetimi i pronësisë së tij i cilit vit është. Ju përmendët një zotëri nga Puka. Mund ta sqaroni edhe një herë pozicionin e tij në raport me këtë pronë? Unë sqarova, ai ka 35000 metra katror në Blue Bark. Dhe akuzoni për çfarë? E akuzoj si bashkëpunëtor në falsifikimin e dokumentit. Keni denoncuar? Po patjetër, unë kam marrë këto që po thlas, i kam lëshuar në kallëzimin e prokurisë. Këta është i grup i strukturuar kriminal. Këta i kap neni i kodit penal 287 i kodit penal. Kodi penal 333. Përveç Spakut, a jeni interesuar në prokurorinë e Shkodrës? Çfarë është bërë? Asgjë, jemi në hetim. Na thot, siç e kanë këta, e kanë metodë pune që thon, drejtoju me shkrim, merr përgjigjen me shkrim. Ne drejtojna për një pyetje. Kanë marrë pyetje në prokurorinë e Shkodrës apo kanë thirrur në një? Deri tani vetëm 3 persona na kanë marrë, asnjë më tepër. Zotëri kam edhe një janë 20-30 veta që aty kanë bërë kallëzimin dhe nuk ka marrë as munimin që t'i thirrin. Zotëri ju thatë që keni edhe një emër të fundit, se në shkuat deri te zoti Fatmir Shpellza. Arben Selim Kopliku, i cili ka qenë hipotekues në vitin 97. Kaq. Ky ai fundi që e mbyll kapitullin. Nëse Arben Selim Kopliku e ka lëshuar këtë dokument, do të përgjigjet përpara si ma lëshoj mu në 96-ën për këtë pronë dhe në 97-ën po për këtë pronë ja lëshoj një tjetër. Zotin Bashkim Ulaj, për çfarë akuzoni? Bashkim Ulaj ka falsifikuar i herë dëgjetësën publike. Së shpejti ju premtoj këtu që do dalin me zëdhe me figurë personat të cilët kanë qenë dëgjetësën publike, që nuk kanë lidhje me fshatin Bakës-Rrjoll. Këtë ja u premtoj, do t'ja shihni vetë, do t'ja jap cilit do lloj televizorit t'i shohin vetë ata. Se cilët janë këta persona. Dhe çfarë thonë ata personat. Zotim Molla, ju keni mbyllur çdo rrugë negociate me zotin Bashkim Ulaj, pra nëse ai vjen nesër dhe kërkon një marrëveshje me ju, jeni të gatshëm të ulini dhe ta diskutoni sërish? Jo, ai e ka mbyllaj me ne. Ai tregon forcën. Nuk ka rast më. Ka pas rast ball, i thon një muaj e gjysmë afërsisht edhe ai nuk ka afru asnjë gjë tjetër veç arrogancën, ka sjell vetëm probleme, ka sjell policinë se aq policë sa janë aty nuk i ka pasën protestën e Sali Berisht atje. Nuk e di pse i sjell gjithë ata policë, nuk e di se si shteti shqiptar ka mundësi që të paguajë aq policë për të mbrojtur një kriminal i cili me dokumentat falsifikuara po ndërton. Faleminderit.
Atëherë, nuk jemi këtu për spektakël, për do spektakël politik, jemi për para shpakut për të kërkuar drejtësi. Dhe kjo drejtësi tash 35 vjet nuk është dhënë. Flem në përshpijat tona, flem në trollin ton, dhe kur zgjohemi nesër mund të zgjohemi që të kemi përpara një kufi, një fadrom, një eskavator, mund të kemi një maune të vijë të shkarkoje çakullat, të shkarkoje zhavore i netë para trollin ton. Para na i kërkojmë spakut, sepse po merr edhe nga djersa jonë, po merr nga rroga jonë, po merr 10 euro edhe nga unë si pensionist, për të punuar, për të bërë detyrën, ja për të bërë spektakle për zyrat, e për të ashit mend se ka foristrada, se ka bodyguarda mbrapa. Kujdes, zotëri të spakut, se këto bodyguardat nuk i rujtën jetën, po i do t'ju ruje. Kjo tokë që ne kërkojmë, këto troje që ne kërkojmë, nuk janë të ullajt, janë të qunë mullajt, janë të Sabuletinit, janë të Gjon Markagjoneve, pra janë të gjitha atyre që ka dhënë jetën për këta troje. Dhe kujdes se kjo jetë do t'jepet prapë për këta troje, zotëri të spakut. Prandaj, kyjni detyrën se paguajini nga më të shtretit të Shqipërisë me është edhe në Europë. Kryeni detyrën. Ju avokatët e popullit, avokatët që jeni në për kafene, dhe që gjoja mbroni popullit, ju do t'ishim sot këtu, do t'ishim me ne, do t'ishim me Rgjollën, do t'ishim me Thethin, do t'ishim me Valbonën, do t'ishim me Dukatin, do t'ishim me Kurdarin, do t'ishim me të gjitha të vendet, ku sot merret prona, gabitet prona, villet prona. Ku jemi zotëri kështu? Ku jeni? Po se besoni mo, ashtë një politikani tash 35 vjet, si mojë tash shqitjatat, falë që unë jam i gjatë, nuk ka besim mo dhe ashti nuk ka besim. Le të shtohet nëmri policisë, këtë popull, këtë njerëzillik, nuk do t'a shduke, asë i Tirama ma të shenjën, e mbyllës gojës, nuk kemi për ta mbyllë gojën kur zoja zotëri. Dhe do t'jemi të gjithë parë, se populli shqiptare ka përballuar gjithmonë, edhe fuqitë e mëdha, edhe fuqitë e vogla, i kemi shpën në përtoret e vetë dhe kemi shëndruar besnik në trojën shqiptare. Të falni sepse ndoshta shumë të ishin prezent tu, do të kërkosh që të ishin prezent, por ju e dini shumë mirë që popullsia në Shqipëri ju e dini shumë mirë se popullsia në Shqipëri 70% kemi mbet ne pensionistat, ne vlerë që paguajmë nga fondi i shtetit. Bile, i kërkojmë spakut përfundimisht për ta mbyllë, i kërkojmë të punojmë me dashuri, se kjo dashuri do t'jetë ajo që ne do t'a vlerësojmë nesër, sepse pas mbylljes të mandatit, sepse mandati nuk është i presim këtyre, do t'vijë rrugëve tona, mos t'a pështyjnë njerëzit, mos t'i dalin para njerëzit i thonë o hajdut, o i blerë, o i shqitur e tjetër. Pra të punojmë me dashuri që nesër kur t'vijë në kafene me mu, me nipër të mbesat tona, të kërkojë një fjalë mirë, të japin një fjalë mirë, jo ta ofendojmë. Faleminderit gjithëve.
Marrë legët ty. Marrë 20 qekte. Marrë 20 qekte. Dole prapë. Mori 20 që ato në parë. Dashur, qytetarë shqiptarë, ju banor 20.000, ka thonë me zbrit të financa me të 20.000. dukatit, Dhe tani qalli këtyne. po mbi gjithë ju kryetrima, Marrë legët, ditë i parë prapë të shëtë. binën përgjithsinë e një qytetari të përgjegjshëm, po aq e një ekspert i devotshëm, po aq e një avokat i mbrojtjes të çështjeve mjedisore. Marrë legët i këtë rëfita. Është mbrojtur të pambrojtur. Ose pare do i thojnë atyre brigadës të policisë, nëse doni të mbroni spakur, janë qytetarët që mbrojnë spak. Sepse spaku i drejtësia i duhet qytetarit për të vënë atë që kjo qeveri e namun për aq kohë sa nam punën, për aq kohë sa nam shkencën, për aq kohë sa nam banorë, dhe kësaj qeverie, pavarësisht kërcenimeve që lëshojnë, që na mbajnë qallë shpreha e qërqistopi, as nuk shitem, as nuk blihem për të mirën e kongës. Doja konstruja në problematikën me dy parë për pronën e rjollit, por të ndryjë fort, se jam i bindur.